Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të zhvillimit të lëndës së hadithit dhe më konkretisht në librin Ma'alimus Sunna an-Nabawiyya, gjurmët e traditës profetike, duke shoqëruar atë me komentet përkatëse nga tefsiret e mëdha të hadithit. Jemi tek pjesa e dytë e shpjegimit të hadithit të parë në temën e akides, në kapitullin që flet për shtyllat e islamit dhe të besimit. Dhe pjesa e dytë thot: Masailun tata'allaqu bi hadha al-hadith, çështje që lidhen me këtë hadith. Al-mas'alatu al-ula, çështja e parë, hadithu ibni Umar radhiyallahu anhuma hadha muttafaqun alayh. Hadithi i Ibn Umarit radhiyallahu anhuma është hadith për të cilin bie dakord Buhariu dhe Muslimi. Pra është rënë dakord për saktësinë e hadithit. Al-mas'alatu ath-thaniya, çështja e dytë, fi takhriji, rreth nxjerrjes dhe transmetimit të tij. Akhrajahu al-musannaf huna 5.120 رقم 16 عن محمد ابن عبد الله ابن نمير عن أبي خالد الأحمر و5.121 عن سهل ابن عثمان العسكري عن يحيى ابن زكريا كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن سعد ابن عبيدة السلمي عنه. E ka transmetuar autori këtu në vëllimin e 5 faqen 120 me numër 16 nga Muhammed ibn Abdullah ibn Umair Ebu Khalid al-Amr dhe 5 fraksion 121 nga Sehel ibn Uthman al-Askeri nga Yahya ibn Zakaria, që të dy transmetojnë nga Ebu Malik al-Ashja'i nga Saad ibn Ubejde as-Sulemi prej tij. Pra mendoj që numri 5 nënkupton kapitullin dhe numrin mbas fraksionit, numrin e hadithit brenda atij koleksioni që shënohet. Allahu di më së miri. Wa 5.122 عن عبيد الله ابن معاذ عن أبيه عن عاصم ابن محمد عن أبيه عنه. Dhe 5 fraksion 122 nga Ubejdullah ibn Muadh, nga babai i tij, që i bie Muadhi, nga Asim ibn Muhammad, nga babai i tij prej tij. Wa 5.123 وعن ابن نمير عن حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عنه. Dhe 5 fraksion 123 gjithashtu nga Ibn Numeir, nga Hanzala ibn Abi Sufjan, nga Ikrime ibn Khalid prej tij, domethënë prej Ibn Umarit. Wa akhrajahu al-Bukhari 2.8 عن Ubejdillah ibn Musa عن Hanzala ابن أبي سفيان به. وأخرجه أيضا في التفسير برقم 4514. Ka transmetuar dhe Buhariu 2 fraksion 8 nga Ubejdullah ibn Musa, nga Hanzala ibn Abi Sufjan me të njëjtin zinxhir, dhe ka transmetuar gjithashtu në librin Tefsiri me numër 4514. وأخرجه الحميدي في مسنده رقم 703 و704 وعبد ابن حميد في مسنده رقم 823 وأحمد في مسنده 2.26 ورقم 92 و12
و143 والترمذي في الجامعة في جامعه رقم 2609 والنسائي 1.107 وأبو نعيم في مستخرجه 98 و99 و100 و1 و100 و2 و100 وابن خزيمة في صحيح 308 و309 والله تعالى أعلم. Po ashtu e kanë transmetuar El Humeidi në musnedin e tij 703-704, Abd ibn Humeid në musnedin e tij 823, Ahmedi në musnedin e tij vëllimi i dytë 26, më falni, kapitulli i dytë 26, po ashtu me numër 92, 120 dhe 143. Tirmidhiu në koleksionin e tij me emrin El Jami' me numër 2609, Nesaiu 1/107, Ebu Nuaim në Mustakhraj, pra titulli i librit të tij, me numër 98, 99, 100, 101 dhe 102 dhe Ibn Khuzaime në Sahihun e tij 308, 309. Dhe Allahu e di më së miri. El-mas'alatu thalitha, çështja e tretë, fi fawaidi, rreth dobive të tij. Këtu fillon lista e dobive të hadithit dhe këtë metodologji autori i komentit po flasim këtu e ka përdorur në gjithë tefsirin që ka zhvilluar rreth hadithit ose në gjithë sherhin, që quhet ndryshe. Dhe në këtë mënyrë ka ruajtur një metodologji konstante. Pra në fillim e zbërthen nga aspekti gjuhësor duke bërë analizën përkatëse të fjalëve, më pas flet rreth saktësisë, më pas nxjerrjen dhe transmetimin burime, domethënë ku ndodhet i koleksionuar ky hadith, pra i ruajtur, dhe më pas kalon tek dobit përkatëse të hadithit. Dhe kjo metodologji është një metodologji shumë e mirë që vlen të aplikohet edhe tek Kurani. Nuk jam akoma në dieni nëse autori ka aplikuar këtë metodologji në komentin që i ka bërë Kuranit, dhe do ta shohim në kohët në vazhdim inshallah. Por në të dyja këto lëndë, nxjerrja e dobive përkatëse për çdo ajet ose për çdo hadith, mua personalisht më ndihmon shumë, dhe ashtu si mua besoj shumë studiues, dhe më konkretisht më ndihmon tek pjesa e përmbledhjes. Ne deri tani në kanal kemi bërë kryesisht përkthime materialesh, po ashtu kemi bërë video që flasin për projektin, po ashtu kemi bërë video që flasin rreth fes, po ashtu kemi prezantuar stafin, po ashtu kemi bërë edhe disa përmbledhje, po kanë qenë përmbledhje direkt në shqip të intervistave ose ligjëratave që kanë qenë në gjuhë të tjera. Për shembull nga anglishtja, nga frëngjishtja dhe nga arabishtja kryesisht. Mirë po, një nga proceset më kryesore që kanë të bëjnë me projektin është që këto libra të mëdhenj që ne po përpiqemi t'i sjellim në gjuhën tonë dhe inshallah në të ardhmen edhe në gjuhë të tjera, këto duhet edhe t'i përmbledhim, dhe përmbledhjet për ne janë më të rëndësishme se sa përkthimet, për arsye se përmbledhjet përdoren edhe për mësimdhënie dhe për memorizim nga ana e nxënësve. Së pari i memorizojmë vetë, se edhe vetë kemi nevojë të preparojmë vazhdimisht, por edhe nxënësit i memorizojnë siç memorizohen suret dhe hadithet në vetvete. Dhe kur autori t'i jep të listuara me pika dobit përkatëse të hadithit, do thotë që tek përmbledhja, të cilën po e përgatisim paralelisht me përkthimin, pra çdo libër që përkthehet paralelisht edhe përmbledhet, qoftë nga unë ose nga anëtarët e tjerë të stafit, tek përmbledhja kjo e thjeshton punën shumë, sepse tek përmbledhja shënohet vetëm teksti i hadithit në arabisht, përkthimi i tij në shqip dhe dobit përkatëse të tij, të listuara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sado qofshin. Dhe në këtë mënyrë domethënë vazhdon në gjithë përmbledhja, paralelisht dhe përkthehet dhe përmbledhet dhe përdoret për mësimdhënie dhe memorizohet. Pa humbur kohë, vazhdojmë te fjala e autorit. Bayanu arkan al-Islam wa da'aimihi al-'idham. Thotë sqarimi, pra kjo është dobi e parë, sqarimi i shtyllave të Islamit dhe themeleve të tij madhështore. Pra kjo i bie që është për të mbajtur mend nga ana jonë në momentin që studiojmë lëndën me themel. Dhe këtu po flasim për nivelin e avancuar në hadith. Annahu yufhamu min zahir al-hadith annahu la yakunu ash-shakhsu musliman 'inda tarki shay'in min hadhihi al-arkan wa qad ikhtulifa fi dhalik wa sayati tahqiq al-khilaf fi dhalika fi al-mas'alati at-taliya
insha Allahu Ta'ala. Thot nga kuptimi i jashtëm i hadithit, te pika 2, merret se njeriu nuk konsiderohet musliman nëse lën ndonjërin prej këtyre shtyllave, pra qoftë shahadeti apo namazi apo zakati apo agjërimi apo haxhi, edhe nëse i kryen të tjerat. Dhe thotë dietarët kanë pasur mospajtime rreth kësaj çështje dhe sqarimi i këtij mospajtimi do të vijë në çështjen pasuese në dasht Allahu i madhëruar. Pra ky ekziston si këndvështrim, ndërkohë që ne vazhdimisht kemi njohur dhe kemi ecur sipas këndvështrimit tjetër, që nëse njeriu lën ndonjë prej këtyre shtyllave, konsiderohet besimtar, por konsiderohet gjunafqar me lënien e tyre dhe nuk konsiderohet i dal nga feja për shkak të tyre, sepse nuk ka bërë akoma kufër ose shirk, pra gjunaje që të nxjerrin nga feja. Më pas e diskutueshme është edhe çështja e namazit në veçanti për këtyre, ku unë personalisht jam i mendimit që personi që nuk fal namaz fare, domethënë as namazet ditore, as namaz xumaje, as farz, as sunete, as bajram, as një gjë për gjë, për mendimin tim nuk konsiderohet musliman dhe nëse deklaron shahadetin, që është shtylla e parë, ekziston dhe mendimi tjetër ndërmjet dietarëve që ai quhet musliman, por quhet gjunafqar i madh. Allahu e di më së miri, domethënë se cili prej mendimeve është më i saktë. Ne thjesht japim një opinion, por nuk jemi ne gjykatësit e çështjes, sepse këto janë çështje që trajtohen tek ata që janë shumë më të përgatitur se sa ne. Megjithatë, çdo njeri ka të drejtë që të ketë mendimin e vet në lidhje me çështjet, pavarësisht se nuk ja imponojmë askujt. Më pas, أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة بعض المكلفين عن الباقين. Dobia numër 3, këto 5 gjëra janë detyrime individuale, të cilat nuk bien nga të tjerët edhe nëse disa prej të obliguarve i kryejnë ato. Kur themi të obliguarit, do kuptojnë njerëzit dhe xhindët, sepse ata janë në testim në jetën e kësaj bote. Pra farz ain ose obligim individual që kemi quajtur këtu, quhet ajo që duhet ta bëjë çdo njeri për veten e tij. Kurse fard kifaje është ai lloj detyrimi i përbashkët që e përkthejmë zakonisht, që kur e kryejnë disa persona në një vend të caktuar ose një person në një vend të caktuar, atëherë bie detyrimi nga të tjerët në një vend ose në një kohë të caktuar. Më pas, أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه كلها. Pika 4, ky hadith është një bazë madhështore për njohjen e fesë dhe mbi të mbështetet kuptimi i saj, sepse ai ka përmbledhur të gjitha shtyllat e fesë. Pra nga aspekti praktik, ky është hadith gjithëpërfshirës. Më pas, أن فيه جواز إطلاق رمضان دون إضافة لفظة الشهر إليه. Në të, pika 5, lejohet përdorimi i fjalës Ramazan pa jashtuar fjalën muaj para saj, pra dobi gjuhësore. Më pas, أنه يستفاد من إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل في تقديمه الحج وقوله هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكد أداء الحديث باللفظ. Pika 6, nga kundërshtimi i Ibn Umerit ndaj atij burri për vendosjen e haxhit përpara, si dhe nga fjala e tij kështu e kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, përfitohet rëndësia e transmetimit të hadithit me të njëjtin formulim origjinal, pra ashtu siç e ka thënë fjalë për fjalë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë gjë bijem dakord, pra edhe unë personalisht mendoj që kjo ka një rëndësi shumë të madhe, që për aq kohë sa dihet formulimi origjinal, të thuhet fjalë për fjalë ashtu siç është formuluar në origjinal, por në raste kur nuk dihet formulimi origjinal me saktësi, pa dihet në mënyrë të përafërt, ama dihet kuptimi dhe qëllimi i hadithit, atëherë mund të parafrazohet ose mund të thuhet me fjalët, mund ta thojë transmetuesi me fjalët e veta. Dhe rrjedhimisht edhe ne që e dëgjojmë prej transmetuesit ose e lexojmë prej tij më saktë. Më pas, وقد سبق في شرح المقدمة بيان اختلاف العلماء في ذلك وترجيح قول الجمهور بجواز الرواية بالمعنى بشروطه، لكن الأولى المحافظة على اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم
Më parë në shpjegimin e hyrjes është përmendur e kallafin për shpjegimin e hyrjes së librit të tefsirit të hadithit, dhe jo hyrjes që kemi përkthyer ne, që është hyrja e koleksionit të hadithit. Pra hyrjen e tefsirit e kemi anashkaluar për arsye se po marrim si referencë më shumë se një tefsir dhe i bie që të trajtojmë shumë hyrje dhe i bie të zgjatet hyrja më shumë se sa në thonjza, më shumë se sa vetë përmbajtja e librit. Thot në shpjegimin e hyrjes është përmendur mospajtimi i dietarëve rreth kësaj çështje dhe është parapëlqyer mendimi i shumicës së dietarëve, i cili lejon transmetimin e hadithit sipas kuptimit me kushtet përkatëse. Megjithatë, më parsorë është ruajtja e formulimit të saktë bazuar në fjalën e Profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه." Thot Allahu ja ndriçoft fytyrën atij njeriu që e dëgjon fjalën time, e kupton mirë dhe pastaj e përcjell ashtu siç e ka dëgjuar, sepse ndodh që bartësi i dijes ta përcjell atë te dikush që është më i ditur se ai, dhe ndodh që bartësi i dijes vetëm mos jetë dietar i thelluar. وقال القرطبي رحمه الله تعالى, dhe ka thënë Imam Kurtubiu, Allahu e mëshiroft. Kurtubiu ka bërë një libër të madh të tefsirit që është referencë edhe sot e kësaj dite dhe për atë njihet më shumë, por ka qenë i ditur në shumë fusha njëkohësisht. Thot: ويحتمل أن تكون محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب هذه القواعد لأنها نزلت كذلك الصلاة أولا ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. Thot ka mundësi që ruajtja nga ana e Profetit sallallahu alaihi wasallam e kësaj renditje të këtyre bazave të jetë sepse ato kanë zbritur në këtë mënyrë. Pra së pari namazi, pastaj zakati, pastaj agjërimi, pastaj haxhi. Pra nga aspekti kronologjik, që është bërë detyrim njëra, mbas një farë kohe është bërë detyrim tjetra e kështu me radhë. ويحتمل أن يكون إفادة الأوكد فالأوكد. Thotë gjithashtu mund të jetë për të treguar rëndësinë më të madhe dhe pastaj atë që vjen pasaj. Pra në kuptimin që është namazi më i rëndësishëm, pastaj vjen zakati, pastaj renditet agjërimi, pastaj haxhi. Pra për nga vlera. فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديم الأوكد على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهما. Thotë prandaj studiuesi mund të nxjerrë nga kjo renditje se kur nuk është e mundur të bashkohen dy detyrime, atëherë i jepet përparësi më të rëndësishmit ndaj atij më pak të rëndësishëm. Kaman daqa alayhi waqtu as-salah wa ta'ayyana alayhi fi dhalika al-waqt ada'u az-zakah li darurati al-mustahiq fayabda'u bis-salah. Thot për shembull, nëse dikujt po i mbaron koha e namazit dhe njëkohësisht i bëhet detyrim dhënia e zakatit, për shkak të nevojës urgjente të përfituesit, ai fillon me namazin. Pra tregon për më të rëndësishmen, fillohet me më të rëndësishmen. Au kama idha daqa waqtu as-salati 'ala al-hajj fayadhkuru al-isha al-akhira wa qad baqiya 'alayhi min waqti salati al-isha al-akhira ma law fa'alahu fatahu al-wuqufu bi'Arafa. Thotë ose kur haxhiu është në një situatë ku po i mbaron koha e namazit të yatsis, pjesa e fundit e kohës së namazit të yatsis, ajo që konsiderohet si kohë domosdoshmërie, dhe nëse falet mund t'i humbas qëndrimin në Arafat. Kjo është sipas disa methebeve, sepse për gjatësinë e kohës së yatsis ka ndryshim mendimesh ndërmjet dietarëve. Më pas thot faqad qala ba'du al-ulama innahu yabda'u bis-salah wa in fatahu al-wuquf نظرا إلى ما ذكرناه وقيل يبدأ بالوقوف للمشقة في استئناف الحج. Thot disa dietar kanë thënë se ai duhet të fillojë me namazin edhe nëse i humbet qëndrimi në Arafat, duke u bazuar në atë që përmendëm, ndërsa të tjerë kanë thënë se duhet të fillojë me qëndrimin në Arafat për shkak të vështirësisë së përsëritjes së haxhit. Pra ekziston dhe ky opinion ndërmjet dietarëve që japin përparësi qëndrimit në Arafat edhe nëse i del koha e namazit, jo sepse është më e rëndësishme, por sepse është më e vështirë për të kompensuar. Dhe i bie që nëse njeriu humb atë, humb një shtyllë të haxhit. Nëse humb një shtyllë të haxhit, i bie që haxhi të jetë i pavlefshëm. Nëse haxhi është i pavlefshëm, i bie që është detyrë që të përsëritet nga e para.
dhe që të përsëritet nga e para do të thotë që të bëhet e gjithë rruga nga e para, të gjitha veprimet nga e para, shpenzimet nga e para, të gjitha gjërat nga e para. Në kohët e mëparshme ka qenë edhe aspekti i rrezikshmërisë edhe i lodhjes së madhe gjatë rrugës, edhe mungesa e furnizimit. Tani ndoshta ky lloj problemi nuk është shumë prezent, ama nga ana tjetër çmimi është marramendës. Një çmim që është i pakuptim në vetvete dhe që po të hiqen disa gjëra të panevojshme, çmimi do të përgjysmojë, të themi të drejtën, dhe lutim Allahun që kjo gjë të ndodhi më shpejt, por thelbi është që është realisht e vështirë për t'u kompensuar. Sidomos nëse personi ikën për shembull familjarisht. Pra imagjino në kohën tonë që është 6.000 ca euro haxhi për person, imagjino të shkojnë 2 veta burrë e grua, ose 3 veta së bashku me fëmijë, ose 4 ose 5. Kuptohet që është shumë e vështirë që të kompensohet, ndoshta dhe si vjen me mundësia e njeriu në jetën e tij. Për këtë arsye edhe ky qendrim që përmend kjo pjesë e dietarëve ka peshë, pavarësisht se në fund Allahu e di më së miri. Qala al-jami'u afa Allahu ta'ala anhu indi an al-qawl ath-thani arjah للمشقة المذكورة وقد قال تعالى. Autori thot, sipas meje mendimi i dytë është më i saktë për shkak të vështirësisë së përmendur. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa ma ja'ala 'alaykum fi d-dini min haraj", tek sura Hajj ajeti 78, dhe ai nuk ka vendosur mbi ju në fe ndonjë vështirësi. Pra po të dojë Allahu e ngarkon njeriu, ngarkon gjithë umetin musliman me detyra që nuk i kryen dot dhe me ndalesa që nuk i lë dot, dhe mund ta ndëshkoj për ato gjërat që nuk i kryen dot, mirë po Allahu tregoi i mëshirshëm me njerëzit dhe nuk i ngarkon për te mundësive dhe përkundrazi ja bën gjëra të lehta. Fal haraju marfu'un bin nis fi'lu ma yarfa'u al haraj awla wa in kana duna fi rutba wallahu ta'ala a'lam. Thot pra vështirësia është hequr me tekst të qartë, me ajetin që u përmend edhe me ajete të tjera, ndaj veprimi që e largon vështirësinë është më parësor edhe nëse është më i ulët në renditje. Allahu e di më së miri. Qal wa min dhalika law awsa rajulun bi zakatin farrata fi adaiha wa bi kaffarati fitrin min Ramadan wa daqa thuluth anhuma budi'a bi zaka awalan li aukadiyatiha ala saum. Pastaj thot, po kështu nëse një njeri la amanet pagesën e një zakati që e ka neglizhuar, si dhe kompensimin për prishjen e agjerimit të Ramazanit, që të dyja këto bëhen me një sasi pasurie, dhe pasuria e lënë thot nuk mjafton për të dyja, atëherë fillohet me zakatin sepse ai është më i rëndësishëm se agjerimi, dhe kjo përputhet me logjikën. Wa kadhalika law awsa bi kaffaratil fitr wa bi hadyin wajib fil hajj quddimat kaffaratul fitr. Thot po ashtu nëse la amanet shpagimin e prishjes së agjerimit dhe një kurban të detyrueshëm në haxh, atëherë përparësi jepet shpagimit të agjerimit. Më pas thot autori: "Wa hadha kulluhu ala asli Malik rahimahullah, fa inna dhalika kullahu yukhraju min ath-thuluth ila anna dhalika yakhruju min ra's al-mal, fala tafri' ala dhalika bi shay mimma dhakarna. Wallahu ta'ala a'lam." Intaha kalamul Qurtubi. Po të gjithë kjo është sipas bazës së Imam Malikut, Allahu mëshiroft, në usul nuk kuptohet, sepse të gjitha këto nxirren nga 1/3 e pasurisë deri në atë pikë sa kjo të dalë nga kapitali kryesor. Atëherë mbi këtë nuk ndërtohet ndonjë degëzim nga ato që përmendëm. Allahu i lartësuar e di më mirë. Përfundoi fjala e Imam Qurtubiut. Dobia 7 أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه. Pra pika 7 nga kjo përfitohet se kuptimi i përgjithshëm i sunetit, pra i traditës profetike, specifikohet nga teksti i drejt për drejt i Kuranit, sepse kuptimi i përgjithshëm i hadithit tregon vlefshmërinë e islamit të atij që vepron atë që u përmend, ndërsa nën kuptimi i tij është se ai që nuk e vepron atë nuk i pranohet.
وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم على ما تقرر في موضع. Thot ky përgjithësim specifikohet nga fjala e Allahut të lartësuar në surën Tur ajeti 21 dhe ata që besuan dhe pasardhësit e tyre i ndoqën në besim, ne do t'ua bashkangjisim atyre pasardhësit e tyre. Sipas asaj që është sqaruar në vendin përkatës. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab. Allahu i lartësuar e di më së miri të vërtetën dhe tek ai është kthimi dhe përfundimi. Tu e mbyllim edhe ne regjistrimin e videos së sotshme, duke kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.